Me 18 prill e ka në Kosovë. Në Kosovë. Po, një film komedi, romancë komedi, se ne shqiptarët vdesim për romanca, për dashuri. Për dashuri, qka? Po, për dashurinë të tjerëve, idealizojmë, kena qef me i bashku njerëzit. Po marrë shkas nga reality show që kena qef me i po dy njerëz bashkë, me po se si ju shkone. Më trego pak se si erdhe deri tek të bëri pjesë në këtë film. Në ndërkohë, po besoj regjia na asiston paksa edhe me pamjet, edhe ti na përshkruan pse jo. Ftesa në fakt ka qenë skenaristes e Klaudia Brahimit, është një skenariste shumë e suksesshme, ka pas, do me thënë, ku është dora e Klaudias ka realisht sukses, ka pas disa suksese në për filma, seriale, dhe bile si thash e kam cekë si skenariste të rej, Arjula nuk jam e rreth, i kam 10 vjetë, i kam kash filma, kash seriale, i thash, okej, po je e re në mosh, edhe është shumë e talentume. E kishte mendu këtë rol për mu, edhe më thret në kafe, Arjula thot, kam një rol për ty, po du me ardhe me fol, po se di që ti ki shef në rolet më dhaja, roli janë shumë i vogël, i thash, ma jep skenarin, ta lexoj, edhe për mu dhurat nuk ka rëndësi sa i madh është rolin në film. Mjafton që t'jetë një karakter që ndoshta mbahet mend 2 minuta, 5 minuta, dhe i thash, mjep skenarin ta lexoj, në qoftë se më pëlqen, roli është i jemi. E marrë skenarin, më pëlqen nga fillimi deri në fund, edhe i them, po, roli është i jemi. Pa dasht me zbërthy, sepse vetë Klaudia edhe Bjordi Mezini, që është regjizori, edhe Bjordi po aq i talentuar, kanë dashur që filmin, rolin të filmi im mos me shfaq, me lënë si surprizë. Biles edhe në promo nuk e di pse e kanë nxjerrë, sepse më thanë që Arjula kena shef që mos me nxjerrë. Dhe me thonë karakterin, personazhen. Quhem Samantha. Quhem Samantha. Dhe jam një div. Jam një div në film. Edhe e pranova me shumë kënaqësi, e kam bërë me shumë dashuri. Kam ardhe e kam bërë veshje në Kosovë, kam bashkëpunu me një prej vajzave më të talentuar në Kosovë, nuk dija muj me i përmend, me Dodona Avdiun, ma ka bërë veshjen, pastaj e kam mendu me paruke, nuk e kam mendu si Arjola, se edhe karakteri nuk është si Arjola. Nuk je diva në realitet? Jo. Jo? Nuk jam diva, akoma jo. Akoma jo? Akoma jo. Jam duke i ngjitur shkallët për të shku te diva. Let jemi në shkallën e modestis, unë mendoj që kam një kohë për para vetes që të shkoj aty ku dua unë të jem. Edhe pastaj diva nuk është kur ja jep ti vlerësimin vetes, është kur realisht, pavarësisht që kam komentues, si femra, meshkuj, të moshave të ndryshme, që më quajnë diva, më pëlqen, por e di që nuk jam në kuptimin që do pun, do edhe pak përpjekje për të qenë diva.